Shtoni një lugë krip në shampon tuaj dhe do befasoheni nga rezultati në flokët tuaj. Ne të gjithë e përdorim kripën për t'i dhënë shije ushqimit, por në fakt, ky nuk është i vetmi përdorimi i saj. Vetëm pak njerëz e dinë se kripa mund të jetë një ndihmë e madhe dhe në trajtimin e problemeve të ndryshme shëndetësore. Për shembull, nëse shtoni 2 deri në 3 lugë krip në shampon tuaj, ju do të bëni një shampo të shkëlqyer për flokët me yndyr dhe efektet janë pothuajse të menjëhershme. Ju duhet të shtoni 2 lugë krip në një gotë vaj ulliri dhe të fërkoni këmbët për të bërë lëkurën tuaj të butë si mëndafshi. Në rast se vuani shpesh nga dhimbja e kokës, duhet të shtoni një lugë çaj krip në një gotë ujë dhe ta pini. Ajo do t'ju largojë dhimbjen e kokës në më pak se 15 minuta. Shtoni një lugë krip në shampon tuaj të flokëve dhe lajini flokët tuaj si zakonisht. Rezultati do të jetë flokë më të shëndetshëm.